Projekti i platos në lagjen Dardania në kryeqytet ka mbetur i papërfunduar, ndonse ka 2 vite që komuna e Prishtinës hapi tenderin për kryerjen e këtyre punimeve. Qytetarët e kësaj lagje janë ankuar duke thënë se është një projekt i tezgjatur dhe kjo po bëhet palë neglizhencës së komunës dhe kompanisë së kontraktuar. Madje qytetarët po ankohen edhe për rrezikshmërinë për fëmijë në këto punime, duke thënë se rreziku vjen nga lënia e hekurave dhe hapja e vrimave. Disa gjuna vinë ka njerë edhe të mërzitin, po s'prisha me thonë qysh ka fillu qash edhe po përfëndan. Valla tje dikun po, dikun jo, adin? Pse po jo? Po pse jo, pse me afate sa shkryje. Muna duhet mi shty ata me po ma shpejt. Që ajo përgjësia është e komunës. Parët i ka qitë, ati duhet me thonë krye së punën. Normal, është të pse me lanë shtu. Ndoshta kur të fillon temperatura, fillojnë punën, e kryjnë punën, edhe shkojnë për parave. Adonis Tahiri, zëdhënësi komunës, pranon se në këtë projekt ka pasur vonesa, por që sipas tij, kompania është detyruar të siguroj pllakat e nevojshme për këtë projekt. Një problem edhe më i madh që ka qenë është momenti kur është zbulu platoja, kur janë heq pllaka që kanë qenë aty, për shkak se shtresa nën to nuk ka qenë e njëjtë në secilën pjesë dhe kjo na ka detyruar që të bëjmë edhe aneks kontrata për çështjet të cilat nuk janë parapa në projektin paraprak, e cilat është dashur domosdoshmë të rregullohen. E në kompaninë Regja, kontraktuar nga komuna e Prishtinës për rregullimin e platos, përmes një përgjigje elektronike për televizionin, kanë thënë se kërkesat dhe ndryshimet e banorëve kundrejt pronarëve kanë qenë aq të shumta sa kanë pamundsuar ecjen e punimeve me kohën e paraparë. Kërkesat dhe ndryshimet e qytetarëve kundrejt pronarëve të lokaleve kanë qenë aq të shumta, gjë që i kanë ndihmuar edhe më shumë që këto vonesa të zgjasin rreth punimeve. Vonesa ka pasur edhe gjatë kërkesave për zgjedhje rreth pozicioneve të parapara të ndryshme në punishte. Projekti për rregullimin e kësaj pjese të qytetit mund të shihet edhe si pikë vetme e përbashkët mes pushtetit të LDK-s dhe vetëvendosjes.